80 viteve funksional, ose që njihet edhe ndryshe si mullir i Rustem Metës në isniq të komunës Deçanit. Në fakt, esenca nuk është tek mulliri i cili është i vjetër apo te funksioni i tij, po pasi që sot jemi në procesin zgjedhor, menduam që ta lidhim me një fjali që po besoj që krejt për neve e njohim, e ajo është si çakalla e mullirit. Zakonisht çakalla e mullirit përdoret për ata që flasin shumë, e në këtë rast ne menduam ta lidhim me premtimet e politikanëve, se a prodhojnë shumë premtime ashtu si që prodhon edhe mulliri. Por këtu më shumë do ta kuptojmë se çfarë nënkupton çakalla dhe a është ndonjë mjet i veçantë në mullim apo çfarë është ajo. E ne këtu po besoj që e kemi edhe vetë pronarin e këtij muzeo. Përshëndetje. Inderum, fillimisht faleminderit shumë. A mundeni me na tregu se që sa vite funksionon ky muze, edhe a është hala funksional si në kohët e mëhershme që ka pas ma shumë punë, sepse tash ndoshta mund të themi se jeta është ma shumë modernizu edhe teknologjia është duke u përdorur pak ma shumë. Mas po ju përshëndes juve, televizionin e juj, i një të mirësor në çdo kohë. Ky vjet ka shumë ky mullim, teknologjia e tij nuk ka ndryshuar as pak. Qysh ka punu para 300 vjetë me të njëjtin sistem punon sot. Është e vërtet si interesimi i punës është shumë më i vogël. Për shkak që si disa dhe s'po gatuin hiç, pimojnë furra, disa qojnë grunin, e misrin, pak ma pak përdojnë, po punë ka. Punë ka, njerëz nuk ka. Dalune e këqyri se të gjenerata re nuk po kanë qef me punun të. Kjo është edhe trashëgim një kulturë, edhe është jo në mojtë shumë sende këtu, ka punu edhe në luft, ka bo bukë edhe në luft për refugjat, edhe në familja jonë kemi jetu me to. Me dosh me punu, ka punë, mes me dosh me punu, nuk ka punë. I kalon për 300 vjetë, është tjetër gjurë që i ka dore parime që ju kanë bo, a mu i kalon 300 vjetë që është, që të funksion, gjithë ka punu, edhe ka punë, ta mon ka punë, njerës po interesuar, dikush për janë për nevoja, se ka nevoj, për edhe për smuje, vinë edhe njerës ka pak, që shtu thmija që ku nuk u folin. Atëra mund të dalim këtu, se çka nënkupton çakalla, cila është çakalla? Çakalla qëre. Çakalla që kjo. Kjo gjithë punon. Kur punon që ajo e qetë dritin aty, ku po bjen driti. Mes me kohë që kjo nuk e qetë dritin. E len dritin po aqit aty. Edhe i bin thmin për shkoqe si kanë thosë që kolla mullinit i bin thmin që ata thmin që i vanojnë me folë ose belbojnë, i bin shumë kanë pas sukses. Ju a keni dalë sot me votu? Halo nuk kem dalë. Atëherë, a mund të ndërlidhim na fiks çakallën e mullinit me premtimet që i bëjnë politikanë në ditëve të sotme? Për shembull, na e dim për shumë këtu që çakalla funksionon më ngadalë dhe duket bukur, po funksionon ndoshta më ngadalë. A vlen kjo edhe me premtimet e politikanëve që ndoshta duken të bukura, por nuk janë gjithmonë? Faleminderit për pyetjen. Politikanë shumë më fort folin se çakalla mullinit. Po premtimet s'di sa i mojnë, e me folin ka folin. Politikanë një, analistat në televizionet ju gjithë, ju në kanë folin bolë. Me kohë me dalë në isan, premtime po epin, inshallah dalin. Mirë është me folë pak ma pak se çakalla mullinit e punë me bo më shumë. Pra po thoni që për politikanët, kjo është edhe një si kërkesë për juve që të kenë më shumë punë e më pak premtime. Ma pak fjallë. Edhe në ti, edhe une, edhe nesa bosh njën, edhe une babë gjysh jom, në familje teme u thëmë, babë heni goni, punë pak, fjallë pak e punë shumë. Se puna kalzon vetë të shimë asandene. Qaj që punon edhe fiton, qaj që punon
besaj mërë dhe votat, qaj që i punon e donë popli, edhe qaj që s'punon e rej herë, të që valoj edhe në bukum në valoj po të kalzoj drejt. Nuk kom dosh me dollë, hisë kom dosh me dollë. A gjithë dalë, e nuk e ljo po a dollë, si të përcjeli ju në kërë vishë të ndrojtesha të shkoj të zvoten, kja që s'dikuj. Zoti Rustem, faleminderit shumë për këtë ndërlidhje që bëm lidhur me politikën dhe mulliren. Shikues të nderuar, ne u munduam që sadopak ta sjellim një ndërlidhje mes mulliret, çakallës dhe politikanëve. Domethënë, lidhja ka edhe siç biseduam me pronarin e këtij mulliri, që çakalla është një mjet që ndoshta funksionon më ngadalë, duket bukur, e ashtu sipas pronarit duken edhe premtimet që fillimisht duken të bukura, por që vinë ngadalë apo ndonjëherë edhe nuk vinë hiç. Faleminderit shumë. Faleminderit, Vesa Hoda nga Isniqi i Deçanit në një histori të jashtëzakonshme të një mulliri 80 vjeçar dhe pronarit të mullirit, i cili tregoi shumë për idenë e asaj se qysh punon mullini dhe sipas tij këshillave të vyeshme për politikanët e Kosovës se si duhet të punohet për shtetin. Sa ma pak fjalë e aq më shumë punë. Punë bën shumë edhe Enis Rëqica, i cili edhe herën e kalume kom thonë që nuk e ka Shkopjen, edhe kësaj radhe nuk e pas ka Shkopjen. Do të na sjellë detaje lidhur me çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me ekspertizën e tij tash disa vjeçare lidhur me procesin e zgjedhjeve. Mirë se vjen, ishe në mëngjes me Gonxhe Gërxhaliun dhe me Shpresa Sekiraqën, tash u ktheve vetë. Për çka po na flet sot? Po, me qenë se kemi edhe rinjen këtu, mundet më na animu shumë ma shumë, për shkak që i përket ma shumë fushës së saj në të gjyqësorit, edhe na e treguam edhe më herët që rreth 1180 kandidat janë në garë për Kuvendin e Kosovës, por jo të gjithë janë të pastër ka shi procesit të ligjet, ose ka shi ligjet dhe drejtësisë. Pra ka nga ata që janë